vim në momentin e mbështetjes së bujqësisë dhe të blegtorisë në rastin konkret për zhvillimin e saj. Ne, Shqipëria, është vendi më pak i mbështetur në gjithë rajonin e Ballkanit. Pra, ne kemi afërsisht rreth $52 milion mbështetje për bujqësinë për 2026, kur Kosova ka 2 fishën e saj, Maqedonia ka 3 fishën e saj, dhe nuk po flasim për Serbinë që ka deri në 4, 5, 6 fish më shumë. Çfarë ofron pra buxheti i shtetit të këtij sektori? Po, e tha shumë mirë buxheti i shtetit. Nga ana tjetër, si pasojë keq menaxhimit të fondeve të IPARD-it, është viti 3 po hyn në vitin e 4 që fermerët shqiptar nuk kanë as mbështetje nga fondet e Europës, sepse IPARD 3-shi është bllokuar. Dhe si thua, fermerëve apo blegtorëve i mungojnë nga një anë paratë e buxhetit shtetit, po fatkeqësia dyfishohet sepse i mungojnë edhe paratë e Bashkimit Evropian. Por të ardhur edhe çik më thellë në vazhdim të pyetjes tuaj. Edhe sasia e parave që jepen për çdo kokë, pavarësisht skema nuk është e plotë, por dhe sasia parave që jepen për kokë bakti në Shqipëri, në skemën mbështetëse shqiptare, shumë e vogël dhe e pakrahasueshme as me Kosovën. Ideja është e tillë. Shpesh themi pse e krahasojmë veten me rajonin, me Kosovën, me Maqedoninë apo me Serbinë, sepse në thelb këto janë konkurrentët e fermerëve shqiptar. Produktet ne konkurrojmë pikërisht me produktet tona me këto shtete. Ne nuk synojmë, apo është shumë e vështirë që ne synojmë të konkurrojmë produktet e Gjermanisë apo të Francës apo të Hollandës që janë shumë famshëm në prodhimin e mbylmeteve.